Janë të pagat ato fshatra të cilët nuk janë braktisur masivisht siç ka ndodhur në shumë fshatra të tjerë të Dibrës. I tillë është edhe fshati rreth Kale në njësinë administrative Muhur. Banorët thonë se në këtë fshat nuk ka pasur largime masive për shkak edhe të pozicionit gjeografik të fshatit. Lazim Dishi e Dalil Leshi shprehen se vitet e fundit në fshatin e tyre janë bërë disa investime jetike që pritet të mbajnë akoma pa u larguar banorët që jetojnë ende në këtë fshat. Megjithatë, sipas tyre, fshati ka ende nevojë për vëmendjen e pushtetit vendor dhe qeverisë për t'u krijuar kushte më të mira banorëve që do mund të investojnë dhe jetojnë në vendlindjen e tyre e të mos marrin rrugët e kurbetit. Këtë vit në fshatin tonë kanë bërë investime në ujë të pishëm, e kanë sjell nga Saponeka e deri në fund të fshatit, kanë bërë dhe kanë vazhduar dhe investime në infrastrukturë në rrugë, ka qenë rreth 250 banorë, po 150 janë akoma këtu. Nuk është braktisur, sepse kanë kushtet klimatike, tokën e kanë pjesët dërmojnëse në ujë jashtë, po edhe janë vetë punësuar, dikush një punë, dikush një tjetër, po i kanë bajt edhe shumë, edhe fëmijët në migracion ndihmojnë të moshuarit. Këto janë arsye që nuk janë shpërngulur shumë. Megjithatë, duhen me tepër investime. Është një kanal sipër fshatit aty duhet për ujë të vaditës, se janë mbi 20 hektar tokë që duhet vaditur. Projekti është, por na kanë premtuar disa herë dhe sot përsëri na kanë premtuar, po shumë larg s'dim çfarë po bëhet. Rrugën deri kanë bërë 1 kilometër asfalt. Po gjithsej janë 7 familje kanë mbi 50 krerë baktitimta, dhenë dhe dhijë. Ka disa fshatarë që ka 2-3 lopë, ma shumë me bujqësi, me mbjellë misër dhe grurë. Fshati jënë në përgjithësi nuk ka shumë të larguar, për arsye të vendit të mirë të bukur që kemi në fshatin tonë. Edhe bashkia deri diku ka punu, por mirë është të vendor edhe më shumë bashkia në blegtori edhe në bujqësi. Rrugë tjera i ka rregullu, ujna ka sjell, por kryesisht du që bashkia të vendor në bujqësi edhe në blegtori. Ujë vadit kryesore ajo që të riparojnë kanali i Muhrit për ujë vaditje, kemi aparat, por nuk është i garantuar. Edhe këto janë kërkesat tonë unë si banor i këtij fshati. Ka edhe njerëz, shkojnë e largohen, ikin kurbeta dhe vinë, se nuk kanë mundësi tjetër punësimi këtu. Banorët e fshatit rreth Kale jetojnë kryesisht me bujqësi e blegtori, ndërsa një ndihmesë të madhe ekonomike jep edhe migracioni ku shkojnë e punojnë me sezone.